Organizimi është modest, pa shumë jehon, por festivali ndërkombëtar i filmit Fair Film ka peshën e tij në skenën artistike. Në Ferizaj, për 5 ditë, shfaqen 69 filma nga e gjithë bota që garojnë në 4 kategori të festivalit. Rrëfimin kinematografik e ka nisur filmi Leylek i Isa Qosjes, në ceremoninë e hapjes të premten mbrëma në teatrin Adriana. Ngjarja që programin e ndërton krejtësisht me filma të shkurtër, kujdeset që hapjet e edicioneve të jenë më të veçanta. Sjell filma pa dallim nga minutazha. Në ceremoninë e hapjes së edicionit të 13, filmi afër 100 minutësh i Isa Qosjes i ka prirë programit të pasur që mbyllet më 6 maj me shpalljen e fituesve. Është rikthyer para publikut vendor pas premierës botërore shtatorin e vitit të kaluar, në edicionin e 16 të Prifilm Festit në Prishtinë. Drejtori i festivalit, Sabri Pajaziti, ka thënë se si vjet filmat shfaqen në 3 hapësira dhe se ngjarja do të zhvendoset edhe në Prizren e në shtime. Prej fund vitit e vitit 2024, kur kemi hapur aplikacionin për aplikant filmave përmes platformës Film Freeway dhe masandej 3 javë ditë e fundit themi praktikisht kemi filluar të mlidhemi edhe si grupi festivalit që të kryejmë disa punë praktike. Përndryshe gjithçka është gati, filmat do të shfaqen në 3 kinema të improvizuara. Kinemaja kryesore do të jetë teatri Adriana këtu. Masandej do të jetë kinogaleria në Galerinë e Artëve në Ferizaj ku do të shfaqen filmat animacion dhe kinemaja në Shtëpinë e Kulturës në qytetin e Shtimës që kemi pas një bashkëpunim të mirë me ta. Të shtunën, në ditën e 2 të festivalit është shfaqur edhe filmi Violinisti i Sajmir Bajos, po ashtu Jashtë garës. Filmat e Fair Film vijnë nga Rumania, Bullgaria, Filipinet, Irani, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Gjermania, Holanda e shumë vende të tjera. Pos Leylek, si shfaqje speciale, nuk ka filma vendor në garë, ndërsa nga Shqipëria janë filmat Një ndodhi në det i Bertrand Shiakut dhe Arti the Equal nga Gentian Minga, të 2 filma të animuar. Animatori shqiptar Ergës Faja do të vlerësoj këtë kategori filmash. Ka theksuar se kinematografia e Kosovës është e zhvilluar në të gjitha zhanret, por se mbetet prapa në animacion. Nuk më vjen mirë në fakt që në Kosovë nuk është e zhvilluar animacioni, sepse Kosova ka një dëshirë dhe ka një kulturë të filmit shumë të mirë, filmit artistik, filmit shkurtër, dokumentarit, por siç duket e ka lënë pas dore disi animacionin, por kjo nuk do të thotë asgjë. Koha është përpara. Dhe ka një gjë që artistët kosovar kanë prirje për të kapur atë që është më kontemporane, kështu që kanë mundësi për të bërë gjëra shumë mira dhe të bukura. Leylek hapet me peizazhet e bukura të fshatit Vuthaj në mal të zi, si homazh për vendlindjen e Qosjes, regjisor e skenarist i filmit. Skenat flasin shumë pa rrëfyer. Aktoria e mirënjohur Arda Dobroshi me rolin e saj portretizon vuajtjet e gruas, por edhe guximin për të kundërshtuar në ato kohë. Një tjetër portretizim e asaj me çfarë janë përballur plot familje shqiptare janë edhe çifti i moshuar që luhen nga Kumrie Hoxha dhe aktori tashmë i ndjer Mirosh Kabashi. Programi qendror i festivalit Fair Film shtrihet në teatrin e qytetit në Ferizaj, që nga fillimi kjo hapësirë ka qenë një etike për ngjarjen. Drejtori i teatrit Adriana, Fatmir Hyseni, ka thënë se i mirëpresin ngjarje të tilla që e ngrenë jetën artistike në qytet. Ne kemi disa festivale të cilat organizon komuna e Ferizajt, është Fair Filmi, është Fëmijët e Gëzuar, janë shumë festivale teatrove dhe normal në mungesë të sallave të tjera, teatri duhet
i zvogloj aktivitetet e veta të shfaqjes që i kemi në repertor dhe t'ju bëj hapësirë dhe aktivitetet tjera kulturore të cilat janë në shtetin tonë. Unë besoj që kjo çështje do të zgjidhet me sallën e cila do të ndërtohet të qendra multikomplekse, e cila është e parapome që të ketë edhe një sallë si teatrit, edhe do të ketë edhe muzein e galerinë. I nisur si festival më 2013, Fair Film, me njërën prej ambicjeve që është bërë e ditur ka herë, synon që të promovoj kulturat dhe vlerat universale botërore nëpërmjet filmit.